Ne do të mbetemi tek emocionet e botrorit që për më shumë se një muaj rresh do të kthehet në kryefjalë për çdo dashamirës të sportit dhe jo vetëm. Dhe për të bërë një analizë e më të gjerë Kupës së Botës 2026, shanset e kombëtarëve, skuadra më favorite e këtij komisioni, do të kemi në një lidhje online ish futbollistën e kombëtares shqiptare, legjendën Altin Lala. Altin, faleminderit shumë që pranuat këtë ftesë. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Si të duket Kupa e Botës e këtij viti? Më shumë skuadra, më shumë ndeshje për t'u parë dhe shijuar? Po është fakti që futbolli ka marrë, po themi, një zhvillim jashtëzakonshëm. Është dhe kjo, po themi, pjesa tjetër që me më shumë skuadra për skuadrat ose për skuadrat e forta në thonjza. Disi këto vendet, po themi, të mëdha nuk e kanë pëlqyer aq shumë, por unë e shoh shumë pozitive se futbolli është për të gjithë botën dhe për ato vende që marrin pjesë, që s'kan marrë pjesë në një kompeticion të tillë, është diçka e jashtëzakonshme, kështu që do ta shikojnë dhe më tepër njerëz gjithë rrezullin toksor. Por do ketë edhe ma merr mendja dhe surpriza, shpresoj që të ketë surpriza. Sipas teje, pa kaluar tek surpriza, cila është kombëtarja që ka më shumë cilësi këtë edicion, edhe që mbase ka më shumë gjasa për ta fituar? Po, për mendimin tim favorit është Spanja dhe Franca, nga qëndrueshmëria e tyre gjatë gjithë tyre 10-15 vitet e fundit e kanë dominuar, po themi, futbolli, pavarësisht se Argentina doli kampion herën e fundit dhe e meritoi me Messin. Mendoj që këto dy janë skuadra më të forta, por futbolli sjell gjithmonë surpriza. Jo gjithmonë fiton më i forti. Patjetër, edhe futbolli ka treguar gjithmonë këtë. Italia është një mungesë e madhe e këtij viti sërish. Mendon që do të ndihet kjo apo tani më mësuar ta shohim botrorin edhe pa të kaltrit? Shumë e vërtet është, po themi, edhe këtu në Gjermani që kanë qenë historikisht rival ndaj Italisë dhe shpesh kanë humbur ndaj Italisë, e shohim pak futbolli ose po themi kampionati botror pa Italinë është diçka tjero kripa në supë që i mungon. Kështu që shpresoj që skuadrat e tjera t'japin, po themi, t'japin po ashtu bukuri këtij kampionati botror, por Italia ka shumë punë për të bërë, se kanë ngel 10-15 vitet e fundit, po themi, nuk kanë bërë hapa përpara dhe atë gjë ata do ta ndryshojnë gjithsesi, nga mënyra ndoshta e të stërviturit ose do të ndryshojnë diçka, ose edhe ke talentat aq më tepër. Italia nuk ka pasur sulmues, po të mendojmë që para disa vitesh ka qenë edhe kampionat, kanë fituar kampionatin evropian dhe 2006 kampionatin botror, 2 tituj shumë dhej, kështu që nga ajo kohë pastaj ka pasur disi ndoshta edhe nga infrastruktura nuk kanë ecur përpara, do të thotë. Sipas jush, pse i ka humbur shkëlqimi kësaj kombëtare? A është cilësia e lojtarëve, a është brezi që është aktual, që mbase nuk e di peshën që po mban mbi supe me shumë trofe të fituar? Fakti është që aty fillon nëpër klubet, po themi Serie A, Serie B, që duhet i besojë edhe më tepër lojtarëve të ri. Për shembull, Gjermania e bën shpesh këtë gjë që aktivizon dhe lojtar në moshë 3, që t'jenë dhe gati, po themi, për detyra më të mëdha, për me luajtur me kombëtarin, për që të afirmohen sa më shpejt. Fakti që edhe herë Italia merr një lojtar nga Argentina, i bën pasaportën dhe të luajë, po themi, në sulm, kjo tregon që aty ka pasur shumë mungesa. Që kjo fillon që në grup mosha dhe më tej, po dhe klubet kanë përgjegjësinë e tyre që do të aktivizojnë sa më tepër lojtarë të ri që kenë dhe shumë më tepër opsione për me zgjedh në kombëtar. Kështu që kjo është një pjesë që aty mendoj kanë gabuar italianët. Jetoni prej shumë vitesh në Gjermani, po aty sapo ndihet kjo atmosfera e botrorit? Patjetër dhe Gjermania është një vend me 86 milion banor që ka dhe shumë, po themi, emigrant që secili vesh, po themi, bluzën e kombëtarës vet, do të thoja dhe prania e 4-5 milion turqve këtu do na duket ku luajë Turqia sigurisht në Istanbul, kështu që ke kroat, italian për fat keq nuk janë brenda, kështu që plus dhe gjerman që duan shumë futbollin, do jetë, mendoj unë,
një fest. Nuk e di tash edhe oraret do të jenë pak disi vështira, por kush e don futbollin do rri zgjuar. A kanë pritshmëri gjermanët për kombëtarin e tyre? Patjetër që kanë pritshmëri dhe gjermanët janë gjithmonë kritik, gjermanët duan të fitojnë gjithmonë, por janë gjithmonë me këmbë tokë. Është historikisht një, po themi që din të bëjnë grupin dhe din të luajnë bashkë dhe aty është forca e gjermanëve. Kanë gjithmonë cilësi brenda tyre, por natyrisht janë dhe pak skeptikë, si më thënë, por gjithmonë gjermanët e kanë pasur këtë pjesën që mbajnë këmbën tokë dhe kjo është një forcë e gjermanëve. Pritshmëria është sa dëgjojmë dhe nga Rudi Völler, biles dhe dje kur e pashëm në televizor që është drejtori sportiv i kombëtarës dhe një ish kampion bote me shumë emër në Gjermani, ai mundohet ta mbajë stekën poshtë, por gjermanët shkojnë gjithmonë për të fituar. Shkojnë gjithmonë për të fituar, megjithatë duket sikur pancerat e kanë humbur atë shkëlqimin e disa viteve më parë kur në fush ishin Müller, Kroos, Götze, Ozil apo Hummels. Çfarë i mungon? Cili është ngërçi i kësaj skuadre? Po mendoj tash ato më duket mos gaboj 7 ndeshjet e fundit i kanë fituar gjitha. Luajtën me Slovakin, humbët ndeshjen e parë, aty u bë çdo gjë, po themi skandal i madh për gjermanët, por ata prap kanë mentalitetin. Shpeshherë edhe Jogi Löw atëre kur kishte një grup shumë mirë, nuk arriti të fitonte ndaj Spanjës, që ishte pak më e fortë se Gjermania, por 2014 morën atë kampionat botror. Mbas asaj natyrisht ka gjithmonë një farë ngërçi që gjithë skuadrat që fitojnë kampionatin botror e kanë të vështirë ta përsërisin të njëjtën gjë. Kështu që edhe këto janë pastaj gjenerata të cilat duhet të po themi koordinohen mirë me njëri tjetrin dhe mendoj që Gjermania prapë nuk hyn ke favoritët, por është një skuadër që rreth çdo skuadër të botës, kështu që duhet edhe pak fat se do kalosh grupet, pastaj shpesh është dhe pjesa fatit në futboll. Dhe sikur se e thatë dhe ju, për herë të fundit Gjermania fitoi botrorin në 2014 në atë finale kundër Argjentinës e mbyllur me shifrat 1-0 fal golit të Mario Götze. Kanë kaluar 12 vite, duket sikur ky trofi mungon shumë gjermanëve apo jo, një popull i çmendur pas futbollit. Patjetër kanë gjermanë krenarinë e tyre, kështu që ata luftojnë. Me fjalë, kjo është një pjesë që gjithmonë edhe gjithë skuadrat tjera të Europës ose të botës, gjermanët i kanë gjithmonë me frikë. Asnjë s'do të luajë kundër Gjermanisë, po themi në çerek finale, gjysmëfinale, kështu që kjo tregon që prap me gjermanët duhet të planifikosh, kështu që por kanë dhe ashtu që thash ndonjëherë mbarë si hyn në një turne siç është dhe me shumë ndeshje dhe kjo do jetë pastaj do ta shikojmë ndeshjet e para duket disi ku do shkojë po themi në cilën drejtim. Kështu që jam dhe unë kurështar dhe shpresoj dhe gjermanët shkojnë sa më lart. Sipas jush, Altin Lala, deri sa mund t'i ketë mundësit kjo Gjermani për të arritur në Kupën e Botës? Por për gjermanët minimumi do të jetë çerek finale, mos të ndë gjysmëfinale. Po çerek finale do ishte edhe në çerek finale nëse këto po themi nuk e kalojnë, është për gjermanët po themi dështim. Ata kanë dëshirë gjithmonë të fitojnë dhe nuk e di, mos gaboj, kanë qenë shpesh herë deri në finale, mos them që ka qenë skuadra me më shumë finale, nuk jam fort i sigurt. Statistikave diku kam lexuar diçka të tillë, kështu që prandaj ata hynë për të fituar. Patjetër, flasim pak edhe për Spanjën, atë ekip që ashtu sikur se e thatë edhe ju, por edhe shumë analistë të tjera, po qoftë edhe kompanitë e basteve, e kanë kuotuar si më të avantazhuarën për të fituar trofeun e Kupës së Botës. Pse, çfarë e diferencon? Është brezi i ri që po rritet që është shumë premtues për të ardhmen, apo cila është pika më e fortë e kësaj skuadre? Spanja historikisht ka luajtur futboll shumë, po themi, estetik. Pastaj këto 20 vitet e fundit kanë dominuar futbollin, do thoya edhe futbollin botror. Shpesh herë Spanja më kujtohet edhe kur kam qenë moshë vogël, kalonin grupet pa problem fare dhe pastaj në çerek finale ose ata u humbin ndeshje
do të thoja ndonjëherë dhe pa fat. Kurse tash këto 20 vitet e fundit kanë bërë shkolla e tyre është e jashtëzakonshme, sidomos dhe e Barcelonës. Kanë investuar dhe gjithmonë ke trim, ke grup moshat e reja, po shikojmë në Barcelonë me shumë lojtarë të ri edhe nga akademia. Dhe jo vetëm Barcelona, po në Spanjë shkolla e futbollit janë jashtëzakonshme, e kuptojnë futbollin dhe futbolli modern që është bërë me teknikën dhe me zgjuarsinë që kanë ata, e kanë arritur në një nivel shumë të lartë, kështu që nuk është edhe si jo vetëm unë, po shumë njerëz e thënë këtë gjë që Spanja është favoriti numër 1 dhe këtë gjë e kanë merituar. Kështu që kanë skuadër 3, trajneri ka fituar edhe kampionatin evropian dhe i shoh dhe unë shumë lart. Por, siç e thash më përpara, mund të bësh një kampionat fantastik dhe në fund ditës mund të humbësh një ndeshje edhe ndoshta mund të pësosh gol, po themi pa fat ose ku diun, por nga ana cilësisë taktike, teknike dhe mënyra se si luajnë janë absolut numër 1 për momentin. Fakti që trajneri De La Fuente nuk ka marrë asnjë lojtar nga Real Madridi, ka qenë diçka në fakt që është diskutuar shumë në media. Vendimi drejt sipas jush? Por edhe Reali ka pas ato problemet e veta, është tamam çudi, do të thoya edhe unë, edhe më bëri përshtypje, por me sa duket s'ma merr mendje të jetë diçka në vendim kundër Realit, por më tepër edhe zgjedhjet e trajnerit, ndoshta edhe ata s'kan pasur një vit mirë, se Reali po sfitoi asnjë trofe, është vit i humbur, kështu që ndoshta kështu ka menduar trajneri, por Spanja ka shumë lojtarë cilësor, kështu që s'ma merr mendja që do ndikoj ose ma merr mendja trajneri kombëtarës është aty për me marrë lojtarë më të mirë, kështu që në gjykimin e tij mendoj që thjesht ka marrë këto vendime. Ky botror do të jetë i fundit edhe për dy yje që për vite me radhë kanë dominuar në epokën që jetojmë, Cristiano Ronaldo dhe Leo Messi. Mbyllet një epokë e artë e dy lojtarëve që kanë frymzuar edhe brezin e ri. Patjetër edhe gjithë kjo gjenerat që ka parë futbollin me Ronaldo dhe me Messi, para do të jetë më e vështirë, kurse ne kemi parë dhe lojtarë tjerë Maradonën, ose kanë qenë dhe shumë lojtarë të tjerë, por këta absolutisht për mua Messi është lojtari më i mirë i gjithë kohërave, dhe Ronaldo që ka bërë po themi një performancë mbi 20 vite. Ata sigur kanë rritur njëri tjetrin dhe po çdo ku ka një fillim ka dhe një fund. Shpresoj që dhe Ronaldo dhe Messi pastaj, ndoshta Messi mund të luajë 2-3 vite, ende në Amerikë po bën jashtëzakonisht shumë mirë, kurse Ronaldo po të ishon në vendin e tij do e kishte lënë edhe më herët, se është edhe në moshë dhe faktikisht unë e shoh fakt më problematike Ronaldo në Portugalia, kurse Messi është prap në një nivel ku mund të bëjë absolutisht diferencën dhe ke Argentina. Edhe pse moshën mund ta kenë faktor kundër, a mund të jetë ky edicioni i tyre me Argentinën apo Portugalin për ta mbyllur me një trofe rrugtimin e tyre në kombëtare? Unë mendoj që Messi do të jetë i fundit për Messin. Është aq, mendoj unë se s'jam në kokën e Messit, por kurse Ronaldo nëse se nuk heq dorë atëherë do të përdoren policin ta heqin nga fusha se për ndryshe ai jeton nga fiziku ti, ai ka bërë golat ose ka qenë i suksesshëm nga fiziku dikur në moshë 40 vjeçare, është e pamundur. Kështu që unë dhe këtë kampionat mendoj që ai do jetë handicap dhe problematik për Portugalin, se sa Messi do t'i japi prap Argentinës gjithçka që ai ka, dhe ai ka më shumë për të dhënë se sa Ronaldo, me gjithë respektin dhe për Ronaldo, po mendoj që është shumë më egoist Ronaldo se sa Messi. Altin, a do të shohësh në një ndeshje në stadium për ta përjetuar nga afër emocionet e botrorit në Amerikë, Kanada apo Meksik? Kam qef, me të natë që është në Amerikë kam qenë, por në Meksik nuk kam qenë ndonjëherë, dhe në Kanada, kështu që do mundohem po të ketë një ndeshje të mirë ta bëja rrugë të gjatë dhe të shkoj ndoshta 2 javë në Amerikë dhe me qenë edhe në Meksik ose në Kanada. E kam plan, po të shikojmë si do shkoj edhe ky kampionat. Tifoz besoj Gjermanisë në mungesë të Shqipërisë apo jo?
Me thënë atë qesh kam qenë dikur me Brazilin, me thënë atë qesh, por që nga dy, që kur ka lënë futbollin Ronaldo s'jam me Brazilin, se nuk pëlqen, po themi, ajo qasja e lojtarëve të Brazilit më duket pak shumë më tepër hollywoodiane se sa për futboll, kështu që dikur Brazili ka luajtur futbollin më të bukur, kurse tashi nuk më pëlqen ato, po themi, prototipa si Neymar e tjerë. Kështu që jam prapë për Gjermaninë tash të thonë. Altin Lala, unë të falenderoj shumë për këtë analizë tuaj dhe që gjetët kohën dhe që ndruat me ne. Faleminderit.